Përsëritur shpesh bëhet e vërtet dhe e vërteta nuk kam asnjë rëndësi. Unë nuk kam thënë kur burg për ata që nuk paguajnë dritat. Kur. Dhe askush kur në historinë e këtij vendi nuk ka shkuar në burg se s'ka paguar dritat. Unë kam thënë burg për ata që i vjedhin dhe janë dy gjëra ndryshme. Për ata që nuk paguajnë dritat, kam thënë që dritat duhet priten, siç priten në çdo vend të botës. Dhe kjo ka ndodhur. Po pse më ndërhyn tani? Po ja pra kjo nuk shkon tani. Po mirë pra në rregull. Kjo tani këtu edhe një herë. Tani këtu po mirë më rregull. Tani këtu tani fillon mitingu edhe unë besoj që kur jemi në kushtet që mitingu zhvillohet rregullisht u poshtë, mund të shkosh atje poshtë i bësh to. Këtu nuk është për të bërë miting. Këtu është dhe përgjigja. Këtu nuk është debati. Po mirë, dakor. Gjëja që ti po më kërkon si gjithmonë është që unë t'ja përgjigjen që do ti. Unë do ja përgjigjen që dua unë dhe ashtu si kundër unë me shumë qetësi pres që të mbaroj pyetja jote si zakonisht e gjatë dhe me komentet përkatëse, kërkoj fjalën e lirë që ta çoj deri në fund, nëse qimi mua ma jep lejen. Nëse qimi mua nuk ma jep lejen që të çoj fjalën që Atëhere, unë jam shumë i keq. Nuk bëj asnjë sum personal. Po pse emri është shumë personal? Emri nuk është. Jo qimi është tjetër. Tani, do më lësh të flas deri në fund? Ora më lë të flas deri në fund, çfarë? Unë do merrem me gjithçka që mua më vjen të merrem, sepse unë jam po aq i lirë sa që je ti dhe sa që jeni të gjithë ju që të thoni gjën që doni. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën këtu. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën dhe të jesh e sigurt që në fund do kuptosh që ja fut kot. Më lër ta mbaroj. Pastaj janë njerëzit që e gjykojnë dhe jeni të gjithë këtu dhe gjykojeni. Çfarë do të thënë kjo? Si mund t'i kërkohet dikujt të përjavë përgjigjen që do ti? Unë do ja përgjigjen që di unë. Dhe po të them, në Shqipëri nuk ka hyrë kurrë në burg një person pse nuk i ka paguar dritat, nuk ekziston. Sepse në burg nuk shkon për diçka që nuk shkruhet në kodin penal. Nuk ka kodi penal i Republikës Shqipërisë normë ku të thuhet mospagesa e dritave të çon në burg. Nuk ekziston. Nuk ka ndodhur. Kanë hyrë në burg persona që kanë vjedhur dritat. Një gjë është të mbyllësh, të marrësh drita dhe mos paguash, një gjë tjetër është që dritat t'i lidhësh me shtyllën në rrugë, apo që të trukosh sahatin e dritave që të tregoj një tjetër shifër, apo. Kështu që mos insisto në gabim, sepse je gabim. Është një gënjeshtër e përsëritur në pafundësi për propagandë dhe është kthyer në një të vërtetë. Ndërkohë që e vërteta është kjo. Nuk ka hyrë askush në burg në Shqipëri për mospagesë. Mospagesat kanë çuar në prerjen e dritave. Që nuk priteshin kurrë më parë se këta janë tanët, ata janë tanët, mbaj ata atje. Po jo burg. E para. E dyta, ndërtimi pa leje është në kodin penal i sanksionuar. Dhe është një vepër penale e cila ndëshkohet sipas shkallëve